Thot Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu: Men kana yuhibbu an ya'lam annahu yuhibbu Allah falyu'rid nafsahu 'ala al-Qur'an faman ahabba al-Qur'an fahuwa yuhibbu Allah fa innama al-Qur'anu kalamullah. Thot kush dëshiron ta di, dëshiron ta kuptoj se a e don me të vërtetë Allahun subhanahu wa taala. Kush prej jush dëshiron ta kuptoj se a e don Allahun subhanahu wa taala me të vërtetë, thot le ta merr vetveten e tij dhe le ta shikoj se si e ka raportin me Kur'anin. Nëse e don Kur'anin dhe nëse e lexon Kur'anin, atëherë le ta di se e doj ka Allahun subhanahu wa taala me të vërtetë. Thot, e nëse nuk e lexon dhe nuk e don sa duhet Kur'anin, atëherë thot le ta di se dashuria e tij ndaj Allahut është e mangët. Pra, dashuria jote ndaj Kur'anit është peshoja që tregon dashurinë tënde që e ke ndaj Allahut subhanahu wa taala.